është brenda, ka palti. Ka pelin për ta parë, ka kontakt. Ja këtu topi si ka qenë, e këthen më mbrapa. Këmba ka qenë më jashtë, por qëllimi ishte në hop. Ishte në hop. Bigheart është këtu. Janë dy lojtare që ishin në një përplasje. Hajde shoj. Ska. Më në fund është topi jashtë, thash. Ky ishte i vetmja dilem që ka qenë për jashtë në momentin e hyrë. Argjend Gafurio pranë topit. Ajtë ndjekim këtë goditje. Gol. 1-0 realizon edhe pse mbron portieri, më në fund realizon skuadra nga Çegrani. Është Armin Besagic, autori golit. Arriti që të reagoj portieri, por Armin Besagic shënon golin 1-0 për Arsimin. Ja shojmë pjesën e fansave që kanë ardhur për të mbështetur ekipin dhe shikoni edhe njërë sa burë arrin që ta bëj. Perfekcion në këtë goditje. Askar. Topi në zonë me Kuk, Simonovski mbron. Simonovski dhe 1-1. Simonovski 1-1 në Kumanov pas këtij super aksionit. Arrin që ta pret të top dhe provon parën por ja vëreri këtë aksion. Simonovski kërceni për vitën nga mbrapa në të parën dhe në të dytën dhe arrin të realizoj.